Shoqata të verbërve e Gjakova në shënim të përvjetorit të 26 të masakrës në Mej, ka organizuar turneun në shout në të cilën morën pjesë shahistët nga shoqata të verbërve Gjakova dhe Hendikos Gjakova. Mark Pjetraj, kryetari i shoqatës të verbërve Gjakova, tha se përmes këtij aktiviteti synojmë të mbajmë gjallë kujtimin për të ekzekutuarit në Meje. Në këtë turner po marrin pjesë shahistët e verbër nga shoqata të verbërve Gjakovës dhe nga Hendikos Gjakova. Ky turner shënohet për ta shënuar përvjetorin e 26 të masakrës së Mejës, njës nga ditët më tragjike të kombit shqiptar, pasi që pikërisht me 27 prill të vitit 1999 u keqtrajtuan, u vranë e u masakruan 376 persona të pafajshëm dhe të pambrojtur me të vetmin qëllim vetëm dhe vetëm pse ishin shqiptar. Ndërkaq, Halil Kurmehaj, këshilltar ligjor i zëvendës kryeministrit të parë të Republikës së Kosovës, tha se me kënaqësi ka pranuar ftesën për të përcjellur turneun, por gjithsesi edhe për të treguar disa nga sukseset e fundit të arritura në komunitetin e të verbërve. Është bërë për herë të parë një rregullore për sa i përket ekzaminimit të personave të verbër, do të thotë grupi i parë, do të thotë ata që nuk dallojnë dritën nga errësira sipas përcaktimit me ligj, nuk do të ketë më nevojë të rivlerësohen, për shkak se në të kaluarën vlerësimi, përkatësisht rivlerësimi i tyre është bërë çdo 5 vite. Kurse tani nuk ka nevojë të nënshtrohen ata të cilët janë të dëshmuar se nuk shikojnë. Ndërsa Pavlika Rajer u shpreh se këto aktivitete për ta janë të rëndësishme, sidomos për këtë ditë të shënuar. Për neve janë shumë rëndësishme, bili sikur sot se përkujto masakrën e Mejës, tram në luftë Kosovës. Luajnë e shahit e luaj prafërsisht që 4 kusur vjet. Kush luan shahin tojnë është njëri inteligjent. Si rëndom edhe kësaj radhe, turneu pati karakter garues, ku fitues u shpallën shahistët, Pavlika Rajer në vendin e parë, Shaip Kastrati rëmbeu vendin e dytë, ndërsa në të tretin këtëherë u rëndit Zef Dani. Ky turne, përveç se nderon viktimat e masakrës së Mejës, tregon edhe për kushtimin dhe sukseset e komunitetit të verbërve në Gjakovë, duke dëshmuar se as vështirësitë më të mëdha nuk mund ta ndalin vullnetin dhe dinjitetin njerëzor.